Besnikëria nuk është thjesht një premtim që jepet në moment, por një zgjedhje që bëhet çdo ditë. Ajo kërkon forcë për të mos u tunduar nga mashtrimet, po ashtu mençuri për të dalluar se kush vlen të mbrohet me gjithë zemër. Njeriu besnik nuk kërkon përfitim, por ai jep, sepse e di që vlera e tij matet me ndershmërinë që mban ai në shpirt.